Eugene Drazhi, 34 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK dhe trafik droge në kuadër të operacionit të koduar ura, është ekstraduar nga Spanja pas arrestimit më 8 gusht. Në prill, GKK me kërkesë të SPAK saktoi për 34 vjeçarin masën e sigurisë arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike në Norvegji dhe Belgjik, si dhe pjesëmarrës në një grup të strukturuar kriminal. Drazhi, pjesë e grupit të Elvis Doçit, i njohur dhe si Visi i Pojës, u arrestua nga autoritetet spanjolle në një shtëpi luksoze, në të cilën konstatuan se po merreshin masa të rrepta sigurie. Shtëpia ishte në një terren të lartë që i lejonte të monitoronte mjedisin përreth edhe policinë. 34 vjeçari rezultonte personi i fundit që ka takuar Miklovan Dakajn, i cili rezultonte i zhdukur që prej muajit maj dhe u gjet i vdekur në fillim të shtatorit në Marbellat e Spanjës. Më herët, SPAK i sekuestroi 34 vjeçarit Eugene Drazhi firmën Majestic Construction dhe 9 prona në kuadër të këtij operacioni. Operacioni Ura u finalizua në maj dhe kishte në fokus 3 grupe të krimit organizuar me aktivitet të gjertë në trafikimin ndërkombëtar të drogës, kokainë dhe heroin, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Hetimet nisen në 2016 dhe u intensifikua në 2020, ku zbuluan se rrjeti kriminal trafikonin drogë në Itali dhe vende të tjera të Europës. Nga përgjimet dhe monitorimet, përfshirë bisedat e koduara SkyECC, u dokumentuan transaksione kesh deri në 5 milion. Paratë e trafikut deportonin në ekonomi përmes kompanive, pronave të palujshme, mediave lokale, transportit dhe bareve. Pjesë organizatës ishin 3 grupe kriminale, baza e njërit në Durrës dhe 2 të tjerë në Itali, në Puglia. Përmes trafikantëve të drogës i përfshirë ishte edhe një avokat. Më 28 qershor GKK sekuestroi me urdhër të SPAK 21 pasuri me vlerë 12 milion euro në Durrës dhe zonat përreth. 10 prej tyre i përkisnin Visit Pojës, i cili ende në kërkim, dhe të tjerat ishin Ervin Zeqiri dhe Nazmir Shahinit, personi lidhur me Eugene Drazhin.